Para arritjes në Kosovë, presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian, Antonio Costa, ishte për vizitë në Malin e Zi, ku është takuar me presidentin malazez Jakov Milatović, me cilin edhe mbajtën një konferencë të përbashkët për medje. Costa para të pranishmëve tha se nëse Mali i Zi bëhet antari 28 i Bashkimit Evropian në vitin 2028, është një slogan i mirë sipas tij. Do të ishte domethënëse nëse do të ndodhte kjo edhe më herët. Sipas tij, është shumë e rëndësishme që malazezët të ruajnë marrëdhënie me fqinjet, veçanërisht me ato vende që janë tashmë anëtare të Bashkimit Evropian. Costa tha se mezi pret që të vazhdoj punën e përbashkët nesër gjatë takimit me udhëheqësit e tjerë të Ballkanit Perëndimor, kur bëhet fjalë për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Të premten e 16 majit, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa do